Përshëndetje, unë quhem Qamaria Mazreku dhe jam nga Malisheva. Tani jam inxhiniere softverit në Netflix. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën në këtë konferencë dhe për kohën që pundoni të dëgjoni më shumë rreth rrugtimit tim në Amerikë. Besoj që ky rrëfim do i përgjigjet shumë pyetjeve që kishin në Instagram dhe do përgjigjem gjatë tërë kohës, por më shumë rreth rrugtimit tim do mbaj disa intervista në të ardhmen. Rrugtimi im drejt Silicon Valley ka filluar 7 vite më parë pas përfundimit të gjimnazit, kur vendosja për të ardhmen time. Dhe mendoj se 3 pikat kryesore që më kanë ndihmuar të arrij ku jam sot, ishin në fillim kur vendosa të marr të ardhmen time në dorën time. Domethënë, fillova të mendoj se çfarë dua të bëj për të ardhmen time dhe ku dua të studioj, ku është më mirë për mua dhe çfarë dua nga jeta ime. Domethënë, kjo ishte pjesë në kur isha 18 vjet dhe pastaj kur vendosa të aplikoj në Columbia University dhe përfundimisht kur diplomoja nga Columbia University dhe për të gjetur një kompani dhe një punë të cilën më sfidonte mua. Fillimisht në shkollën fillore isha shumë kurioze rreth lëndës së matematikës dhe doja të sfidohesha më shumë. Dhe aty pasioni im për të zgjidhur probleme filloi dhe vendosa të vazhdoj në një kurs të matematikës dhe pastaj ai kurs më nxiti të vazhdoj në gjimnazin e specializuar matematikor në Prishtinë, ku profesorët ishin nga universiteti dhe gjithashtu merrnim klasa të gjuhëve programuese, sikur C++ dhe algoritme. Gjithashtu, në atë gjimnaz kishte shumë nxënës të zgjuar dhe fillimisht unë inspirohem shumë nga njerëz të zgjuar dhe mundohem të mësoj nga çdo person dhe çdo aktivitet që marr pjesë. Dhe mendoj që duhet të largojmë krenarinë tonë, që nëse dëshirojmë të arrijmë sa më lart. Aty kam pasur fatin të takoj edhe nxënës shumë ambicioz, të cilët dëshironin të studionin në Amerikë dhe nga shkolla fillore doja të studioja në Harvard, por pasi që disa nxënës shumë të zgjuar nuk pranoheshin në këtë shkolla, krahasoja veten me ta dhe mendoja se nuk do të pranohem, pastaj nuk aplikova në Ivy Leagues at all. Dhe kjo ishte vetëm humbje kohe, sepse nuk duhet të krahasojmë veten me persona të ndryshëm dhe duhet thjesht të këmbgullim dhe të provojmë sa më shumë drejt çfarë dëshirojmë të bëjmë në të ardhmen. Dhe ajo vetëm humbi kohën për mua, sepse prap u pranova në Ivy League në Columbia University për disa vite më pas. Fillimisht pas gjimnazit aplikova për Aerospace Engineering në disa universitete të ndryshme, sikur Illinois Institute of Technology, dhe u pranova, por ishte financiarisht e papërballueshme për familjen time. Aplikova në shumë bursa të ndryshme, në qeveri, në fondacione të ndryshme dhe arrita të marr një bursë të vogël, i cili përfshinte vetëm Borough of Manhattan Community College. Community colleges janë 2 vite fakultet në Amerikë, të cilat të ndihmojnë të transferohesh në një fakultet 4 vjeçar. Dhe pas një viti e gjys të përfundimit të gjimnazit dhe përpjekjeve të shumta për të studiuar në Amerikë, kuptova për këtë community college dhe mora vizën për të studiuar në Amerikë. Dhe gjatë semestrit të shkencave kompjuterike në FSHM, e kuptova se nuk dua të studioj aerospace, por dua të studioj shkenca kompjuterike. Aty ishte pasioni im. Dhe gjatë kohës community college në Amerikë e kam kuptuar se kam shumë potencial dhe dua ta shfrytëzoj atë potencial. Dua të sfidohem më shumë, të mësoj më shumë dhe mora pjesë në shumë aktivitete të ndryshme të organizuara nga kompanitë dhe kurioziteti im gjatë orëve mësimore duke bërë pyetje të ndryshme për profesorin, ai më referoi në disa praktika dhe
Pastaj më referoj edhe të transferuem në Columbia University dhe gjatë asaj kohe pra bëra krahasim dhe nuk aplikova në praktika pasi që mendoja se studentët tjerë ishin shumë më të përgatitur se unë. Dhe çdo herë ëndrat rriteshin, por vetbesimi gjithashtu rritej. Unë pasi që arrita të studioj në Amerikë, mendoja se jam një person shumë e fatë, por pasi që kam ngulja shumë të arrij atë që duja. Do më thënë, përpjekjet e juaja e rrisin fatin tuaj për të arritur çdo ëndër që keni. Dhe nëse shikoni nga shkenca, probabiliteti rritet çdo herë që provoni diçka të re. Dhe desha të them që gjatë shkollës së Columbia University kam sfiduar veten tepër shumë në mënyra të ndryshme të zhvillimit tim profesional dhe personal. Ajo shkollë më ndihmoi të mendoj shumë më thellë për çdo problem të ndryshëm dhe të krijoj një profesionalitet të punës që bëj dhe çdo herë të shkoj dhe punoj gjërat shumë më mirë se sa që pritej. Dhe gjatë semestrit tim të fundit kam bërë përgatitje shumë të mëdha. Besoj që shumë prej jush dëshiron të mësoj më shumë rreth përgatitjes ime për Netflix. Disa gjëra që më kanë ndihmuar më së shumti për të arritur punën që kam tani ishin në reflektimi për gabimet që kam bërë në të kaluarën dhe si duhet të përmirësohem dhe çfarë duhet të bëj në të ardhmen për të arritur. Dhe e dyta ishte që kam marrë pjesë në një program që thirrej CodePath dhe se si kam gjetur atë program ishte duke marrë pjesë në një aktivitet nga AWS, ku një vajzë kishte bërë praktika në Microsoft, në AWS dhe pash që ajo kishte përfunduar këtë program. Ky program ofron shumë burime të ndryshme që ju ndihmojnë, por gjithashtu ju duhet të merrni iniciativën për të shfrytzuar ato burime. Dhe aty takova shumë mentora të ndryshëm dhe trajnera të karrierës, si dhe bëra një kurs Technical Interview Preparation. Njëra nga pyetjet ishte që si zgjidhni mentorin dhe çfarë sugjeroni të bëni, dhe mendoj që duhet të mësoni shumë nga njerëz që kanë arritur atë që dëshironi ju. Dhe mentorët mi ishin nga Google dhe kompani të ndryshëm dhe bëja pyetjet dhe planifikoja çdo takim se si mund të më ndihmojnë ata dhe çfarë dua të përmirësoj në veten time. Si dhe merrja pjesë në shumë konferenca ku takoja njerëz nga burimet njerëzore të atyre kompanive dhe pyesja se çfarë kërkojnë tek unë dhe çdo software engineer tjetër. Dhe nuk doja vetëm të personalizoj profilin tim në atë mënyrë, por të personalizoj profilin tim në atë mënyrë që dhe unë arri një kompani që unë e dua dhe që më ndihmon në karrierën time të mësoj më shumë dhe të arrisem më lart. Dhe gjatë asaj kohe bëja shumë mock interviews dhe fokusohesha shumë në pjesët që duhet të përmirësoja. Dhe bëja lead code, bëja shumë biseda të ndryshme për të kuptuar se çfarë më nxis mua të arrij atë që dua dhe të fokusohem kaq shumë në teknologji. Dhe aplikova në 150 vende pune, ndoshta edhe më shumë, por gjatë intervistave kuptoja se doja një kompani që më zhvillon tepër shumë dhe me njerëz që më nxisin të mësoj më shumë. Dhe gjatë asaj kohe kuptova që njëra kompani, për shembull, ishte me persona që nuk doheshin të përmirësohen, por kur mora intervistën në Netflix, isha shumë emocionuar dhe mësova çdo gjë rreth kompanisë, pagova një kurs të system design, praktikoja lead code, praktikoja çdo pyetje që mund të gjeja online dhe kërkoja ndihmë nga shoqëria ime të më bëj mock interviews dhe të më tregoj
se çfarë po bëj gabim që në mënyrë që të përmirësohem. Dhe mendoj që çdo hap në jetën tim ka qenë çdo etap e jetës time ka qenë ndryshuar nga fakti që unë jam përmirësuar në gjërat që mendoja se bëja gabim dhe që njerëz tjerë më japnin kritika. Dhe kjo video është bërë në gjuhën shqipe pasi që mora kritika që flas shumë anglisht në një prezantim të kaluar në shkollën profesionale në Malishev, ku prezantova se si mund të studioni në Amerikë. Dhe mendoj që nëse dëshironi të pranojeni një punë shumë të mirë në Amerikë apo në çfarëdo vendi, thjesht duhet të familiarizoheni shumë me kulturën e tyre dhe sinqerisht të dëshironi atë punë, sepse unë gjatë intervistës me Netflix kam pas intervistë edhe me Meta, me Facebook, dhe pas që interesi im ishte ndaj Netflixit dhe aty u përgatita më shumë dhe edhe gjatë bisedës me menaxherin e kam kuptuar që ata investojnë në një person që investon në veten e tyre dhe kam kuptuar që të gjitha praktikat, hulumtimet dhe iniciativet e mia për të përmirësuar si person dhe profesionalisht janë shfaqur shumë mirë në intervistat që bëja. Gjatë punës që bëj tani, jam duke përdorur teknologji që nuk kam përdorur më herët dhe nuk i kam mësuar. Dhe menaxheri ka vendosur dhe gjithë ekipi që të investojnë në kohën time dhe të më ndihmoj të përgatitem që të kontribuoj në ekip. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme të shfaqni këtë pjesë në shkenca kompjuterike, sepse çdo herë teknologjitë ndryshojnë dhe inovacioni çdo herë vazhdon të përmirësohet dhe ju duhet të jeni fleksibil që të mësoni gjëra të reja dhe sa më shpesh. Dhe është një profesion që duhet të mësoni gjatë tërë jetës. Por duhet të keni gjithashtu edhe guxim dhe të provoni gjëra, të mos keni frikë, sepse mund t'i arrisni. Me çdo praktikë që bëni, çdo herë përmirësoheni. Por duhet gjithashtu edhe të krijoni një rrjet social që ju inspiron të jeni më ambicioz dhe të përmirësoheni më shumë, të cilët janë të vërtet duke ju dhënë kritika dhe gjatë përgatitjes së intervistave, pas atij gjithmundimi të madh që kam pasur, kam filluar të kam më shumë vetbesim dhe mendoja se do e gjej një punë. Dhe pasi që fillova të besoj në procesin që jam duke vazhduar, në atë moment kam marrur email se menaxheri nga Netflixi është shumë i interesuar me dëgju më shumë për eksperiencën time dhe kam marrur ofertën për të pranuar në Netflix. Dhe pastaj kam marrur shumë intervista të ndryshme nga Spotify, Meta, Goldman Sachs dhe disa kompani të tjera të mëdha. Dhe mendoj që momentin që ju besoni në veten dhe vazhdoni në atë drejtim dhe fokusoni vetëm në anët pozitive dhe jeni optimista, çdo herë do përmirësoheni shumë më shumë. Shpresoj që rrëfimi im është motivim shumë i madh për realizimin e ëndrave të juaja. Nëse një vajzë e thjesht nga Malisheva ka arritur të përfundojë në Silicon Valley, atëherë çdo person në dhomë mund të arrisë ëndrat e tyre dhe vetëm me punë dhe vullnet dhe këmbgulje. Shpresoj që të arrisni sa më lart dhe ndjeni të lirë të më shënoni për të këshilla apo çfarëdo që dëshironi për të ardhmen. Unë jam në LinkedIn dhe faleminderit shumë për dëgjimin. Kalofshi mirë.